يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimi takon Allahut azza wa jalla. Atë falenderojmë, për ti ndihmë dhe falë kërkojmë, selavatet ja dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ende këtu poshtë jemi duke folur që nën titullin Jeta në varr, jemi duke folur se fëmijët sa lejmë të vdekjes ato. Po tash kur vdesin fëmijët e muslimanëve e kemi tregu që ata në xhennet. Ndërsa kemi bën me shenjë gjatë këtyre të fundit që edhe nëse është fëmijë muslimanit, në mënyrë të përgjithshme themi fëmijët e muslimanëve janë në xhennet me pajtim dietarëve. E qartë, në mënyrë të përgjithshme. Ndërsa e kemi tregu se pejgamberi ja ka tërheqë vërejtjen e Aishës, e që nështë ta e përmendni prapë, që në mënyrë të veçantë, mi thonë, vdeq një fëmijë, një musliman të veçantë, për shembull, njëri me emrin Pezom, me emrin Ahmed, fëmijë i vogël, ja kanë lënë Ahmed, edhe që thonë, ky Ahmedi, ky shkon në xhenet. Çështë nuk është e rrugës, me thonë. S'është se pejgamberi ka tërheqë vërejtjen e Aishës, që çështu mos me thonë. E qartë ishte, në përgjithshme çka themi, fëmijët e muslimanëve janë në xhenet. Pastaj fëmijët e pabesimtarëve që jemi të trajtu temën. Edhe kena pusa mendime deri në fund, s'kthehen shumë se janë goxha. Ndërsa të fundin e kena përmend se kjo shpresoj na më kon e saktë në fjalë, e ajo është se që fëmijët e pabesimtarëve në ditën e gjykimit do të sprovohen. Fëmijët e pabesimtarëve, edhe nëse vdes fëmijë nën moshën madhore, qoftë 1 vjet, 2 vjet, edhe më pak, edhe pak më shumë, por kurse nën moshën madhore. Këta do të sprovohen ditën kur të dalmi para Allahut. Prej tyre, ka që s'do të përgjigjen mirë, edhe do të shkojnë në zjarr. Ka prej tyre që përgjigjen mirë, edhe shkojnë në xhennet. Edhe përmendëm se kush prej dietarëve kanë ndjekur këtë mendim. Një prej argumenteve, themi me stazgot me ato të kaluarën, një prej argumenteve që u përmend ishte hadithi kur tha pejgamberi alayhis salam, në ditën e gjykimit tha vinë një 4 kategori njerëzish, edhe arsyetohen para Zotit ose këshyrin mu arsyetu tek Allahu azza wa jall. Prej tyne që mos mi dënu Zoti. Prej tyne, tha pejgamberi në këtë hadith, është ai që s'kan dëgju, përshkruaj tash hadithin, ai që s'kan dëgju, edhe të Zot, ka ardhur Islami unë sens komni. Kështu që mos më dëna. I dyti, njëri që ka qenë i shmendur, ahmak. Edhe ai thotë Zot, unë s'di sen, e pasardhët Islami, unë jam koj shmendur. Me mu, fëmija lujshin me bajka, më gjujshin. Qëka që shmendur kam qenë? Kështu që, arsyetëm. Treti njëri që ka hinë në moshë shumë të thellë. Ashtë të thellë, a ka për shembull i pa fej deri atë, kur i ka ardhur feja, ai s'ka kënej ka hi, kënej ka dalë. Sens s'ka metë në kukën e tij. Edhe këtë të thotë, jam kohët i këtij niveli. Arsyetëm. Edhe i katërt ke njëri që ka jetu në një kohë në mes 2 shpalljeve, ose në mes 2 pejgamberve, ose si ka arrit me thonë lajmi. Na përnëm si ka arrit lajmi për fej, edhe ka jetu pa fej, ka vdek pa fej. Ehlul fitra i thujnë. Për shembull, e përmendëm rastin, prej Isës a.s. deri tek Muhamedi a.s. janë konë 600 vite. Dikun mes tyne ka pas njerëz që si ka arrit kur gjo prej Isës. Se Isës a.s. i kanë besu 11 krejt. Ose 12-11. Numri i vogël. Tani që ata sa kanë mujtë me shpërnda. Ndërsa nëse ka arrit, nëse ka një njeri, i këtina, i të Zotë, unë thëtë, për Islamin s'kam një sen. Edhe Allahu azza wa jall thëtë, nëse është kështu, ama jep një besen, se ju pra nëse unë tashti, ju urdhnoj për një diçka ju më dëgjoni,
Ata thonë, po o Zot, normal që ta dhon besën. Allah azza ja dërgon një pejgamber aty në ditë gjykimit. Edhe pejgamberi me një kuptim të haditheve kur mbledhen është pejgamber, këtu është pejgamberi i përmendur, me një kuptim tjetër është direkt Zoti thotë. Ai pejgamberi thotë, hynin zjarr. Ata disa prej tyre thojnë, në zjarr, po na Zot për që ti zjarrit, po munohemi marrë se tu. E tha pejgamberi vallat kishin hi, po të hyshin, do ta gjenin atë freskinë e xhennetit. Pra në xhennet kishin me hy. E nga që kjo, edhe këtë kategori që u përmenden, kush i përgjigjet, hin në xhennet. Kush nuk i përgjigjet, nuk hin, po hin në zjarr. E fëmijët i kanë marrë krahasim me ta, fëmijët e pabesimtarëve, por pas kanë një pabesimtare, ai i vogël akon. Ai akon në moshën madhore, kur lapsi shënon për ta. Gjëna nuk i ka pasaj në atë kuptimin, asë që ka ditë se shka po bëhet, i vogël. Edhe ai të Zot, unë s'di kur gjahis nuk kam lidhje. Pra, përshtatët me këtë hadith, edhe i arsyetuan nga që kjo, e kuptojnë se fëmijët e pabesimtarëve sprovohen. Kusht prej tyne i bindet, ditë gjykimit hyn xhenet, kush nuk i bindet hyn zjarr. Edhe për këtë hadith thash, e ka sjell Imam Ahmedi në Musnedin e tij. Pitam tash më ka dalë se jena kalu me ta si shpejt. E ka sjell Imam Ahmedi në Musnedin e tij. Ibn Hibban e ka sjell. Bazzar e ka sjell dhe ai ka thonë është i vërtet. Bejhaqiu e ka sjell. Gjithashtu edhe Bejhaqiu e ka sjell dhe ka thonë që është i vërtet. Pastaj e ka sjell edhe Ibn Abdul Barr në Temhid dhe ka folë se është i vërtet. Gjithashtu prej atyne Abdul Haq el-Ishbili edhe ky ka thonë është i vërtet, edhe Subkiu ka thonë është i vërtet, edhe prej të fundeve bashkëhorëve Sheikh Albani që keni ndëgjuar sa herë që e përmendi, edhe ai ka thonë ky hadithi është i vërtet. E kuptuat që kjo është argumenti i tyre i parë. Prandaj edhe Sheikhul Islam Ibn Taymije kur i mbledh hadithet që flasin për këtë çështje, thotë se قد جاءت بذلك عدة آثار مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين. Beli Sheikhul Islam i thot, për që këtë çështje që mu trajtu fëmia e pabesimtarëve kështu, kanë ardhur gjurmë të ngritur tek pejgamberi alayhis salam. Po kanë ardhur hadithe, kanë ardhur fjalë të sahabëve, kanë ardhur fjalë të tabiinëve. Pse ashtu për shkatët bi annahu fil akhirati yamtahinu atfalul mushrikin, se fëmijët e pabesimtarëve sprovohen në ditën kur do dalmi para Zotit të Madhërisëm. Para fëmijët e tyre po sprovoj kanë. Sheikhul Islam përmendi që kësi fjalë përveç haditheve që pas kanë ardhur fjalë të sahabëve, shokëve të pejgamberit, edhe shokëve të tabiinëve. Pas kanë ardhur se fëmijët e pabesimtarëve po sprovoj kanë ditën e gjykimit. Thët, jo veç, Beli Sheikhul Islami të thët, jo veç fëmijët, por edhe krejt atyre që si ka arritur shpallja. Ata sprovohen. Kjo është kuptimi më i mirë i hadithit. Allahu a'lamu bima kanu amilin. Kjo është më së miri çka kuptohet hadithi, kur tha pejgamberi, Allahu e din më së miri se si do të vepronin ata fëmijë. Kur u pyet pejgamberi për fëmijët e pabesimtarëve, pa të thonë se Allahu e din më së miri se si do të vepronin ata. Pra Allah e din më së miri se si do të vepronin, Allah e din më së miri se ata do të përgjigjen mirë apo jo në ditën e gjykimit. Allah e din më së miri. Edhe po të jetonin burra të mirë që me fitu xhenetin, apo të jetonin si të këqinjë që me qenë në zjarr. Allah e din më së miri. Kështu do të kuptohet hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj thot Sheikhul Islami gjithashtu në librin Dar at-Ta'arud, thot për këto thot janë shumë edhe hadithe, por që hadithet këtu e forcojnë. Nëse njëri flet diçka për hadithet, jo kanë dobësi ose s'kan, thot to hadithe forcojnë njëra tjetrën. Ibn al-Qayyim thot fa hadhihi al-hadith يشد بعضها بعضا وتشهد من أئمة العلماء كثير من أئمة العلماء كتوثت حديثة وتشهد لها أصول الشرع وقواعده. Thot Ibn al-Qayyim që e forcon dhe e ndjek të mendim.
dhe ka fol shumë për këtë mendim, thotë se këtu hadithe e forcojnë njëra tjetrën, dhe këtu për këtu që e forcojnë njëra tjetrën dëshmojnë rregullat e përgjithshme të dinit islam që flasin për atë se njerëzit Allahu Azza wa Jall nuk i dënon pa i sprovuar ditën kur do dalmi para Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu edhe Ibn Kathiri thot për këto se fëmijët do të sprovohen, fëmijët e pabesimtarëve, do të sprovohen ditën kur do dalmi para Allahut Azza wa Jall, thot hadithet janë disa të mira, disa jo të mira, por janë hadithe që ato të mirat, sahih të vërtetat, edhe do të mira hasan i thojnë, e forcojnë njëra tjetrën edhe nga kjo bihet të konkluza se mas mirëti duhet me punu me këtë mendim që fëmijët e pabesimtarëve do të sprovohen kur dalmi para Allahut Azza wa Jall. Pra e tha kështu, e tha Ibn Taymija, Ibn al-Qayyim, edhe Ibn Kathiri. E argumentet ku po i mbështetni tjera si argumente, se këta dietar kur i mbledhen argumente thanë kështu do të mi kuptu se disa po sprovoj kanë fëmijët e pabesimtarëve, argumente pas ka dhe përforcoj kanë njëri tjetrin. Pajt në argument që disa po shojkan për xhennet, e disa për xhenem. Hadithi për tyne, disa që shkojnë në xhennet, hadithi i Samarat ibn Jundub, që tha se e panëm në xhennet Ibrahimin a.s. E rreth ti, des në kalu me thash, këmë thonë Ademin, normal që ka qenë kështu, Ibrahimin a.s. me një rivajet tjetër, e këna pas përmen fillim ku këna full për atë mendimin, për këtë mendim fillim, Ibrahimi dhe Sara. Por më rëndësi këtu, thot e panëm në këtë hadithin e Samaras, thot e panëm Ibrahimin a.s. Rreth ti, ishin fëmijët e muslimanëve në xhennet që u sillshin. Edhe fëmijët e muslimanëve, kur e pyetëm, e fëmijët e pabesimtarëve, mushrikinëve, idhujtarëve, pejgamberi tha, edhe fëmijët e tyre. Nga që ky hadith, çka u kuptoi ka? Kuptohet që ky mendimi që ky është më i qelluari, por ky hadith po thot edhe fëmijët e pabesimtarëve që kanë xhennet. Por nga që ke kuptohet që disa fëmijë kanë me ditë prej tyne, kanë me ditë mu përgjigj mirë edhe kanë me konë xhennet. Qartë? Po disa për shembull në xhenem që kanë me konë. Disa në xhenem është hadithi kur është hadithi që vjen prej Ubej ibn Ka'bit, rasti i Khadirit ose që nifet në Khidri. Khadiri kur e pa të mbyt një fëmijë të vogël. Khadiri kur e pa të mbyt një fëmijë të vogël në udhtimin e tij me Musën. Në udhtimin e tij me Musën e pa të mbyt një fëmijë. Edhe Musa sonë paramendoi muhet që të gotis që ato e lakerejt. Edhe tani tha që të pelojna, pra s'kem s'mun hesmi unë e ti bashkë Musi. Tha Khadiri. I tha nuk muna me hesë. Po që po të ka dhe pse e mbyta që atë djallë, një thmi të vëgël. Tha e mbyta, sepse aji është tubia kafiran. është kriju, është i pregaditur. Ai është pregadit dhe është i krijuar për me jetu pa besimtar. Por arsyeja mbytjes është qilla që ai veç ka qenë i pregadit ai për me jetu si pa besimtar, për këta e mbyta, sepse ai po të jetonte do t'i bante telashe të mëdha prindërve të tij, apo një dy prindër të mirë. E ka mundësi që, ju ka mundësi, pa ai po të jetonte do t'i kishte bën telashe prindërve të ti, sa që ndoshta dhe mi kthyn, ja kishte deviju rrugën krejt. Por që ta tha na e mëtëm. Por argumenti kjo që fëmijë, edhe ky i vogël qenka, por i tregoj se në xhenem, pa besimtar. Këtu u kuptun dy. Ndërsa hadithi, u kuptun njëna hadith, po thët, në xhennet, që po ma ta rreth Ibrahimit a.s. Por pas ka argumenti. E mos mi gju argumente, do po të kanë në xhennet, do po të kanë në xhenem. E pejgamberi plus në tërheki vrejtën hadithin e Aishës që pak e përmenda lartë, kur vdeq një fëmijë prej ansarëve, Aisha tha, mashallah tha, vdeq i tha pejgamberi, vdeq një zëg prej zëgjve të xhennetit. I lumjaj, pejgamberi asë mja tërheki vrejtën e Aishë, asë më ishe pak më ndryshe me thonë, tha se Zoti e din se si kishin me vepru. Zoti e di si kishin me vepru,
Allahu e din dhe I ka përgatitur qysh kur kanë qenë në shpinat e baballarëve të tyre, ose në shpinën e Ademit a.s. kur I kanë nxjerrë atëherë. Nga që kjo kuptohet, përderisa për një fëmijë të muslimanit, ma edukative qenë ka cila, mos më thonë fëmijë, edhe pse ka thënë filoni fëmijë në xhenet. Por çfarë them, fëmijët e muslimanëve në xhenet të përgjithshëm. Të veçanta nuk ja bojna, më mirë se pejgamberi atë hikë vërejtën aqës. Kur është për fëmijët e muslimanëve kështu, për fëmijët e pabesimtarëve është edhe më parzore. Pastaj hadithi I Khidrit që e përmenda, kanë thonë dietarët patjetër kanë thonë, për ty në neve viu. Patjetër duhet kuptohet ky hadith, patjetër duhet kuptohet se ky hadith ka qenë për një figurë të veçantë, për një fëmijë të pabesimtarëve. Pse? Sepse edhe hadithi tjetër na që përmend, që tha rreth Ibrahimit kanë ndo fëmijë të pabesimtarëve. Pra pas ka fëmijë të pabesimtarëve që shkojnë të pafeje edhe në xhehenem, që u llogarit kanë për xhehenem, ka pas ka prej atyre që shkojnë në xhenet. Kjo është pra mendimi më I qelluari në këtë çështje. Pastaj ku thash se nuk bën kundërshtim me shariatin islam, është dhe fjala e Allahut azza ku thotë: "Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula." Na nuk e dënojna askënd, tha Allahu, pa ja dërgu pejgamberin. Nuk dërgojna pa I dërgu të dërguar. Nuk e dënojmë askënd pa I dërgu pejgamber. Prandaj një fëmijë I vogël I pabesimtarëve, nëse vdes, ai ka arrit lajmi, ai ka dërgu pejgamber Allahu atyne, a keni për shpalljen? Jo. Prandaj themi me këtë ajet I përgjithshëm është, Allahu se dënon pa ja dërgu një pejgamber, por pa jo lajmi. E kur po ja dërgoi ka pejgamberin Allahu fëmijëve të vegjël, në ditën e gjykimit. Kush e kuptoi që mas mjeti peshkurtaj për shumë minuta vëllai. Peshkurtaj tash, se tani gjithë të fuqitim I kum lejuar, ha në fund ta kthejmë këtë, e ka zbërthy Ebu Huraira. Shoku I pejgamberit. Është prej më të diturve, ku kanë folë një herë një 2-3 naja ku fol për Ebu Huraira. Çka tha Ebu Huraira? Ebu Huraira radhiyallahu anhu tha, ditën kur do dolin njerëzit para Allahut azza wa jall. Janë disa që kur ngjallën kanë jetu ehlel fitra. Si ka arrit Islami hiç. Tash këtu nuk ka hadith. Ton pe thet Ebu Huraira vet ai. Shoku I pejgamberit. Tha janë disa ehlel fitra që si ka arrit Islami sen. Janë thët wal ma'tuhu wal asam. Edhe njoni I çmenduri, edhe njoni I shurdhëri, edhe njoni me meci, edhe njoni I shtyri fort në mush. Tash po e thët Ebu Huraira. Tha që ta kur dolin para Zotit, tha çka ndodh? Tha Allahu azza wa jall, vetë po e tregon Ebu Huraira tash. Allahu ja dërgon një pejgamber. E kush I bindet, ka me shpëtu. E kush nuk I bindet atij pejgamberi, ka me hin zjarmin e xhehenemit. Po nga këto tha vetë Ebu Huraira, e tha për ma shumë, tha ndoshi me kuptu, lexon e tha fjalën e Allahut, wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, tha Allahu në Kur'an, na nuk dënojmë askënd pa I dërgu pejgamber. Na nuk dënojmë askënd pa I dërgu pejgamber. Pra dhe Sheikhul Islami tha, shumë qartë po e thot vetë Ebu Huraira, se nuk dënon Allahu pa ja dërgu një të dërguar, ose pa ja lajmi, ose pa ja arrit shpalljen, se dënon Allahu azza jall. Nga qitu, dhe kjo fjala e Ebu Hurairës e ka prun edhe Ibn Abi Hatimi në tefsirin e tij, edhe në vende edhe Jami al-Bayan në vendet e tjera. Pra nga qitu u shkërtuva që me dol për temës, po përqisojna, ta me kalun temë tjetër, u kuptoj ka qartë. E pref. Se Allahu fëmijët e muslimanëve I çon xhennet. Përgjithshëm me ixhma kanë thonë. Fëmijët e ju muslimanëve kur të vdesin, thojna janë mëshirën e Zotit. Ka për tyne që Zoti I shtin në xhennet, ka për tyne që Zoti I shtin në xhehenem. Po që këto mone men ju kërejt që akum po të ke pensta që flasë për që qështje, ju e mboni men veç I të rëmbullaksimin e temës, për ju është e mjaftueshme. Allahu inshallah na ban për tyre që bashkohemi me fëmijët e muslimanëve në xhennet. Por edhe me fëmijët atyre pabesimtarëve që kanë fitu me hinë xhennet, edhe me ata, inshallah Zoti na bashkan. Qul qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum.